Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht rrëfimin e radhës. Sot do të sjell një letër të shkruar nga një grua nga Tirana, e quajtur Arta, e cila në thelb tregon historinë e jetës së saj. Do të thënë, do të dëgjoni një histori që në fakt është tronditse për ta dëgjuar. Quhem Arta dhe kjo është historia ime. Një histori që më dhëm ta tregoj, por shpresoj që dikush të mësoj diçka prej saj. Jemi 3 motra. Unë, motra e mesme Edlira dhe motra më e vogël Arjeta. Dikur ishim të pandashme. Njerëzit në fshat thonin se nuk kishim parë kur 3 motra që e donin njëra tjetrën aq shumë sa e donim ne. Kur humbëm nënën tonë, bota jonë u shëmb. Ishim ende të reja dhe nuk e kuptonim si mund të vazhdonte jeta pa nënën. Babai mbeti vetëm dhe pas disa vitesh vendosi që të martohej përsëri. Në fillim, ne e pranuam vendimin e tij. Mendonim se një grua tjetër do të na ndihmonte, do të sillte qetësi në shtëpi dhe do të kujdesej për ne, edhe pse në thelb ishte pothuajse e re sa ishim ne. Por gjithçka në familjen tonë ndodhi ndryshe. Njerka jonë në fillim sillej si një ëngjëll. Na përqafonte, na fliste ëmbël dhe na thoshte se na konsideronte si vajzat e saj. Njerka jonë kishte 10 vite më shumë se ne, por familja e saj, do të thënë, kishte një histori të ngjashme. Babai i saj ishte i lumtur dhe mendonte se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Ne nuk e dinim se pas buzëqeshjes së saj fshihej një plan që do ta shkatërronte rrënjësisht familjen tonë. Ajo kishte 3 vëllezër të rinj, sa ne. Sa herë që vinin në shtëpi, na vështronin me kujdes. A në të vërtet, Njerka kishte edhe 7 familjar të tjerë, motra dhe vëllezër. Këto ishin 3 më të vegjelit. Njerka filloi të fliste shpesh për ta, thoshte se ishin burra të mirë, punëtor edhe tepër familjar. Në atë kohë ne nuk dyshonim për asnjë gjë, do të thënë drejt nesh edhe mjerkës tonë. Kur mbusha 20 vjeçe, ajo nisi që të më binte të fejohesha me vëllain e saj më të madh. Nuk isha e dashuruar me të, por ajo dhe babi ushtronin një presion të jashtëzakonshëm çdo ditë. Më thoshin se ishte zgjedhja më e mirë për të ardhmen time. Pas shumë debatesh, unë nuk hezitova. Ato që janë në hallin tonë e dinë se si është jetosh me njerëz të tillë, por pranova. Nuk kaloi shumë dhe e njëjta gjë ndodhi me motrën time. Edhe ajo u martua me vëllain e dytë, do të thënë me vëllain e dytë të Njerkës, 2 motra për 2 vëllezër deri më tani. Më pas ka ardhur edhe radha e vajzës së tretë Arjetës, e cila ka përfunduar me vëllain më të vogël të Njerkës. Do të thënë 3 motra janë martuar në të njëjtën derë për 3 vëllezër. Kemi dëgjuar 2 motra për 2 vëllezër, por 3 motra për 3 vëllezër, pak e pa imagjinueshme. Brënda pak vitesh, thot, të 3 motrat u bëm nuse në të njëjtën familje. Në fillim menduam se kjo do të na ofronte edhe më shumë, se zakonisht do të thënë është kjo pjesa që edhe motra edhe kunata kalojnë mirë. Thoshim me vete se do të jetonim pranë njëra tjetrës dhe do të kishim një lidhje të fortë për gjithmonë. Por Njerka kishte plane të tjera. Ajo filloi të na përçante ndale nga dalë. Njërës i thoshte,
Motra tha se ti e pak e zonja. Tjetër si thoshte, motra është xheloze për jetën tënde. Do me thënë, ka marrë fjalë. Ndërsa motrës tjetër i mbushte mendjen asnjëra nuk të do vërtet. Në fillim nuk i besuam, por kur një gënjeshtër përsëritet çdo ditë, fillon edhe të duket si e vërtet. Debatet e vogla u kthyen në grindje të mëdha, filluam të dyshonim tek njëra tjetra, takimet familjare u bën të ftohta, telefonatat u ralluan, për herë të parë në jetën tonë kaluan javë të tëra pa u folur. Një ditë ndodhi diçka që përkeqësoi gjithçka. Prindërit e njerëkës vendosën t'u linin disa prona djemve të tyre, si çdo baba që e bën kundërdrejt djalit vet. Njerëka filloi të përhapte fjalë sikur njëra nga ne, po përpiqej që të merrte më shumë se sa të tjerat. Askush nuk e verifikoi të vërtetën. Të gjithë u zemëruam. Me thënë, të gjithëve ju ka mbet hatri. Unë akuzova motrën të dytë, motra e dytë më akuzoi mua dhe kështu filloi lufta mes nesh motrave. Kaluan muaj, pastaj dhe vite, erdhën fëmijët tanë në jetë, ata u ritën pa e njohur mirë njëri tjetrin, kushërinë u bën të huaj dhe festat kalonin pa përqafime e ditëlindjet festoheshin veçmas. Babai e shikonte këtë situatën dhe vuante, por ishte shumë vonë. Ai kishte zgjedhur gjithmonë të besonte njerëkën dhe jo ne në këtë rast. Një ditë mora lajmin se babai ishte sëmurë rënd. Shkova në spital, kur hyra në dhomë pash motrën dhe motrën tjetër. Për herë të parë pas shumë vitesh ishim në të njëjtin vend, të tre motrat. Askush nuk fliste. Vetëm lotët rrithnin. Babai na shikoi dhe filloi që të qante. Kam bërë gabimin më të madh të jetës time, tha, me zë të dobët. Ju lash që të ndaheshit. Nuk ju dëgjova kur duhej t'ju dëgjoja. Ato fjalë më goditën si një thik. Për herë të parë filluam të flisnim hapur, treguam çfarë na kishte thënë njerëka ndër vite. Sa më shumë flisnim, aq më shumë e kuptonim se ishim të mashtruara. Të gjithë fjalët që kishim besuar për njëra tjetrën, në thelb ishin gënjeshtra. Njerëka kishte luajtur me emocionet tona ndër vite. Kur e kuptuam të vërtetën, ndjem një dhimbje të madhe, kishim humbur më shumë se një dekadë duke u ryer pa arsye. Pas largimit nga spitali vendosëm të takoheshim vetëm të treja. Ishte një takim i vështirë, në fillim askush nuk dinte se çfarë të thonte. Pastaj njëra motër shpërtheu në lot, më mungonit, edhe ne qamu përqafuam sikur kur t'ishim fëmijë. Tani kemi një hall të madh. Nuk i bashkojmë dot burrat edhe fëmijët. Çfarë të bëjmë ne nuk e dim. Ky është halli që ka kjo familje, nga një mashtrim arriti deri në këtë pikë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë një rrëfim goxha të dhimbshëm, një rrëfim që në fakt mua më ka emocionuar. Do sjell tek ju historinë e një nëne e cila quhet Shpresa, që po kalon një kalvar me vuajtje, një vuajtje që nuk e ka imagjinuar që do ta përjetonte, një vuajtje që nuk e ka menduar që do ta jetonte, një vuajtje që këtë nënë e bëri që të ndihet e thyer në të gjitha dimensionet e saj. Quhem Shpresa. Sot jam një grua e moshuar që jetoj vetëm në një shtëpi të vogël në fund të lagjes time. Çdo mëngjes zgjohem herët, hap dritaren dhe shikoj rrugën. Njerëzit që kalojnë mendojnë se po shijoj ajrin e freskët. Por e vërteta është ndryshe. Unë pres djalin tim. Presa të fëmijë që e kam rritur me mund
e me lotë dhe me sakrifisa por që prej shumë vitesh nuk më ka ardhur më në derë. Kur lindi djali im, mendova se Zoti ma kishte sjellë lumturinë time në duar. E mbaj mend si sot ditën kur e mora për herë të parë në krah. Ishte i vogël, ishte i brisht, edhe qante pa pushim. Unë e përkëdhelja dhe i premtoja se do ta mbroja gjatë gjithë jetës. Baba i tij ndroi jetë kur djali ishte ende i vogël. Që nga ajo ditë mbeta vetëm me të. Punova ditë edhe natë. Pastroja shtëpi, laja shkallë pallatesh, punoja në ara dhe bëja çdo punë që më dilte përpara vetëm që djali im të mos i ndjente mungesat. Shpesh kthehesha në shtëpi me duar të çara nga puna, po kur e shihja duke fjetur i qetë, më besoi që e haroja edhe lodhjen. Ai ishte arsyeja pse unë vazhdoja që të luftoja. Kur erdhi koha për shkollë, nuk kisha para për librat. Shita unazën e vetme që më kishte mbetur nga martesa. Nuk më dhimbshesin stolit, më dhimbte vetëm mendimi që djali im mund të mbetej pas të tjerëve. Vitet kalonin dhe ai rritej. Ishte djali më i sjellshëm në lagje. Më përqafonte sa herë kthehej nga shkolla dhe më thoshte: "Nën, kur të rritem, do të kujdesem për ty." Sa herë i dëgjoja ato fjalë, zemra më mbushej me gëzim. Kaluan vitet, djali mbaroi shkollën, gjeti punë dhe filloi të ndërtonte jetën e tij. Dhe unë isha krenare. Të gjithë më thonin, shpresa e ke rritur si është më së miri këtë djalë. Dhe unë buzëqeshja. Pastaj erdhi dita kur më tregoi se ishte i dashuruar. Isha e lumtur për të. Nuk doja asgjë tjetër veç lumturisë së tij. E ndihmova të organizonte dasmën. Mora edhe borxh që çdo gjë të ishte ashtu siç ai në të vërtetë dëshironte. Ditën e dasmës qava nga gëzimi. Mendoja se familja jonë po zmadhohej. Por nuk e dija se atë ditë do të fillonte vetmia ime. Në fillim, djali vinte shpesh. Më telefononte, më pyeste se si isha. Pastaj vizitat filluan që të ralloheshin një herë në muaj, pastaj një herë në disa muaj, dhe më pas as telefonatat nuk erdhën më si më parë. Kur e merrja në telefon më thoshte se ishte i zënë. Më thoshte që nën do të vi javën tjetër. Por java tjetër nuk vinte më kurrë. Ditët u kthyen në muaj, muajt u kthyen në vite, dhe unë vazhdoja që ta prisja. Për ditëlinjen time gatuaja ëmbëlsira që i pëlqenin kur ishte fëmijë. Rregulloja tavolinën dhe shikoja orën. As trokitje në derë, as një telefonat, por vetëm heshtje. Ndonjëherë e shihja nga lart në qytet, kalonte me makinë, ishte pranë meje, por në të njëjtën kohë ishte aq larg. Doja ta thërisja, doja t'i thosha birë, jam ende këtu. Nëna jote nuk ka shkuar askund. Por krenaria dhe dhimbja më mbyllnin gojen. Netëve qaja në heshtje. Shikoja albumet e vjetra me fotografi, aty ishte ai kur hodhi hapat e parë,
Aty ishte kur mori dëftesën e parë. Aty ishte kur më përqafoi dhe më tha se do të më donte gjithmonë. Çfarë kishte ndryshuar? Këtë pyetje ja bëj vetes çdo ditë. Një dimër u sëmura rënd. Qëndrova disa ditë në spital. Askush nuk e lajmëroi djalin tim sepse mendoja se do të vinte vetë kur ta merrte vesh. Por ai nuk erdhi. Kur dola nga spitali, e kuptova se vetmia mund të dhëmte më shumë se sëmundja. Kaluan edhe disa vite. Flokët mu zbardhën krejt. Hapat mu ngadalsuan, syt mu lodhën nga pritja, por zemra ime mbeti zemër nëneje. Sepse nëna nuk pushon kur së dashuri fëmijën e saj. Një pasdite me shi po qëndroja pranë dritares, shikoja pikat që binin mbi xham dhe kujtoja kohët kur djali ishte i vogël. Papritur dëgjova një trokitje. Zemra më rau fort, për një çast mendova se po ndroja. U ngrita me vështirësi dhe hapa derën. Përballë qëndronte djali im. Ishte plakur dhe ai. Syti kishte të mbushur me lot për disa sekonda, nuk foli asnjëri. Pastaj më thaj, nën më fal. Dhe shpërtheu me lot. Ato dy fjalë që i kisha pritur për vite të tëra më thyen zemrën dhe më shëruan njëkohësisht. E përqafova fort jo për ta qortuar, jo për t'i kujtuar mungesën, por sepse ishte djali. Ai djalë që e kisha mbajtur në krah kur ishte foshnjë. Ai djalë për të cilin kisha sakrifikuar gjithçka. Ai djalë që nuk reshta kurrë së dashuri. Qam të dy, lotët e mi ishin lot dhimbje dhe mallje dhe dashurie. Lotët e tij ishin lot pendese. Atë ditë kuptova se zemra e nënës është vendi ku fëmia mund të kthehet gjithmonë, pavarësisht sa larg ka shkuar.